Loredana Brati festoi ditëlindjen me shumë figura të ftuara publike. Të shumt ishin ish banorë të shtëpisë së famshme, por ai që mungonte na duhet të themi se ishte më kryesori. E kemi fjalën për Joz Markun, mungesa e të cilit u vure dhe u kërkua shumë nga të ftuarit që ishin pjesë e ditëlindjes. Por në veçanti ka qenë Valbona Mhilli, e cila e kërkonte Jozin në këtë event me ngulm, por me sa duket, Loredana i ka dhënë fund lidhjes së tyre, të paktën shtu na lënë të kuptojmë në rrjetet sociale. Por veprimi i fundit i saj, duke mos e ftuar në ditëlindje, tregon shumë për raportin e tyre. Na duhet t'ju themi se Loredana dhe Jozi lanë një raport romantik në gjysmë sa ishin banorë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Donse i patan rregulluar marrëdhëniet në gjysmë finale, Jozi zgjodhi të godiste Gjesin para se të eliminohej dhe ndoshta nga ky veprim Loredana është tepur për të mos thënë që i ka ndarë rrugët me Jozin. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Mendimi juaj vlen shumë për ne. Faleminderit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.